studio, për 13 ditë, që kemi qanë këtë studio. Nuk e kemi thënë vërteta për një demokratë. As për video, se i ka rejtë struktura, i ka rejtë pojë, në e ditë, ka rejtë, së ka rejtë, ka bu fushatën në të posë. Një histori, se nga foto në e në persona. Një port në autobusa, edhe që kërë në fatë, e që kërë se vete në ta. Ne dim që ju nuk e thoni të vërteta. Ako ma patërpsi se sa një individ që pretendon që është një prej gazetarëve ma eminent të ashtë quajtur Kosovë, pa fije turpi e pranon publikisht se për 3 muaj rresht ka gënjy në studiot televizive. E na e dim që ju e thoni të pavërtetën edhe që jeni në shërbim të shpifjes, gënjeshtrës edhe helmimit të opinionit Kosovë. Po me qenë se e ke pranu që për 3 muaj me vedi e keni thonë të pavërtetën, tregoni atëherë se ka ardhë gjithë ky sponsorizim, nga e dini që një parti politike ka pas si asnjëherë më parë burimeve të financave, edhe cilë është kontributi i kësaj partije edhe partive të tjera në financimin e juaj për të lansu shpifje dhe gënjeshtra. Shkoni edhe mandej, tregoni se si i tregoni përmes WhatsAppit edhe të kryetarëve të partive politike se cilat duhet në qenë qëndrimet në konferenca për media. Nikosisht është mirë mi tregu opinionit, sepse ka pas një përkraje kaq madhe nga disa media, gazetare, analist që shpifjen e lansojnë të pavërteta, se si dhe pse është tentu artificialisht të rikthehet triumfalisht përkraja për LDK-n. Krejt është të thjesht, për shkak se ambicia ka qenë me rikthy LDK në nivel të përqindjes, ku pa mënsohet vazhdimi i qeverisjes së mirë të Kurti 2 që ishte në Kosovë. E krejt kjo ka pas për qëllim rikthimin e LDK-s në një përqindje që do të pamundësonte themelimin e qeverisë Kosovës, e rrjedhimisht rikthimin në rolin e saj që e ka pas vdekjes së Ibrahim Rugovës, të nën-kontraktores besnike për të realizuar pushtetin zhvatës të LDK-s.